Pse je optimist? Jam optimist se kam vënë re që këta djemtë tanë, do me thëmë, forca punës që iku se s'kish, se u punua me mëndë, u punua me mëndë, e mëndin e kanë edhe atë tjerët, që u kanë dhenë pseudonim tjetër, veç ati degës, ta kanë marrë dhe nga një pseudonim nga fqinjët, edhe shikojnë me gojë hapur, qa kërkonin ata, birun e gjithë punishteve të Enverit, rafsh, qenë 500 e ca ndërmarrje. Ku vetë ti që ke marrë përsi për drejtim në vendit? Pa pasur mision, e thot vetë ajo, unë jam misionar. Dhe kur thot misionar, në them, bravo të qoftë. Qarë misioni patë ti? Të shkatroj e çdo gjë që kishin ndërtuar ata të shkretët që s'ngopeshin as me ujë, jo me bukë, se bëni Enverit, e bën ata që kishte në hyq për Enveri. Si i prishet gjithë ati. Ato me 5 vjetë bëheshin ndërmarrje moderne evropiane. Edhe shtikë e gjithë fuqie e punës. Ajo është krimi më i madh, ikja e fuqisë së punës, e njerëzve. Po do ikin në Se hekurat bën.